Mirë se vini. Sot do t'i futemi një temë shumë të thellë, një lidhjeje që të them të drejtën, shumica prej nesh e injorojmë. Lidhjen mes mendjes dhe trupit. Dhe kjo na çon tek një pyetje thelbësore që duhet t'ia bëjmë vetes. Trupi ynë flet gjatë gjithë kohës, por a jemi ne duke e dëgjuar vërtet? Pra, le të thellohemi pak më shumë këtu. Të gjithëve na ka ndodhur apo jo, t'i shtymë mënjan ato ndjenjat e pakëndshme. Po ku shkojnë ato në të vërtet? E pra, e vërteta është se ato nuk avullojnë. As pak, ato thjesht gjejnë një rrugë tjetër për të dalë, dhe shumë shpesh kjo rrugë është pikërisht trupin. Dhe këtu lind pyetja, çfarë mesazhesh po përpiqet të na dërgojë trupi? Dhe kjo gjuhë e trupit, siç po e shohim, mund të shfaqet në kaq shumë mënyra. Ndoshta është ai problemi me stomakun që s'të lë rehat, ose ato dhimbjet e kokës dhe të shpinës që duket se vijnë nga askund, ose ndoshta rrahjet e shpeshta të zemrës. Dëgjoni, këto nuk janë thjesht gjëra të rastësishme, jo. Këto mund të jenë sinjalet e para, treguesit se një emocion i papërpunuar po troket në derë dhe po kërkon vëmendjen tonë. Në rregull, hajde ka zbërthejmë pak këtë. Si ndodh saktësisht që një ndjenjë kthehet në një simptom fizike? E pra, koncepti kryesor këtu është se trupi ju mban shënim, absolutisht gjithçka. Çdo gëzim, çdo dhimbje, çdo frikë që ne nuk e shprehim, regjistrohet, gëndehet diku në biologjinë tonë. Dhe në qendër të gjithë këtij procesi qëndron pikërisht kjo, shtypja emocionale. Dhe du ta kuptojmë, kjo është shumë më tepër se thjesht të injorosh një ndjenjë. Është një veprim, shpesh i pavetëdijshëm, për t'i mbyllur ndjenjat diku larg, vetëm që të shmangim atë sikletin e momentit. Por, ky lehtësim i shpejt vjen me një kosto vërtet të madhe në afatgjat. Ja, këtu e kemi të paraqitur si një lloj efekti domino fiziologjik, hap pas hapi. Gjithçka nis me një emocion. Pastaj, në vend që ta përjetojmë dhe ta përpunojmë, çfarë bëjmë? E shtypim. Ky veprim, ky shtypje, i dërgon një sinjal trurit ton që ka një rrezik, dhe kjo aktivizon atë përgjigjen e famshme lufto ose ik. Dhe kur kjo përgjigje mbetet e ndezur vazhdimisht, atëherë fillojnë të shfaqen simptomat fizike. Është tamam si të mbash këmbën shtypur tek gazi i makinës, por pa lëvizur kurrë nga vendi. Imagjinoni çfarë i bën kjo motorit. Dhe gjithë kjo përkthehet drejt për drejt në biologjinë tonë. Pra, shtypja e emocioneve nuk është thjesht një koncept abstrakt, është një ngjarje reale, fizike. Shkakton çlirim të vazhdueshëm të kortizolit, atij hormonit të stresit. Krijon tension kronik në muskujt e qafës, shpatullave, shpinës, dobëson sistemin ton imunitar dhe mbën sistemin ton nervor të bllokuar në një gjendje të vazhdueshme alarmi. Pra, diçka që duhet ta mbajmë mend. Emocionet nuk janë thjesht ndjenja kalimtare, janë ngjarje fizike. Dhe pasojat afatgjata mund të jenë vërtet serioze. Për shembull, studimet e rëndësishme kanë zbuluar lidhje direkte, siç i shohim këtu. Zemërimi i shtypur vazhdimisht lidhet me rrezik më të lartë për sëmundje të zemrës. Mungesa e shpresës për një kohë të gjatë është lidhur me kancerin, dhe shtypja e përgjithshme e ndjenjave mund të çojë në vdekshmëri më të hershme. Mesazhi këtu është i prerë. Mënyra se si ne i menaxhojmë emocionet ka pasoja absolutisht reale dhe të matshme për shëndetin tonë. E gjithë kjo na çon tek pyetja më logjike e mundshme. Nëse është kaq e dëmshme, atëherë pse e bëjmë? Pse i fshehim ndjenjat tona të vërteta? E pra, kjo pjesë ka të bëjë pikërisht me këtë, me maskat që ne mbajmë. Një nga arsyet kryesore, siç e thekson edhe studiuesja Brené Brown në këtë citat, është turpi, dhe është shumë e rëndësishme të kuptojmë se turpi nuk është njësoj si faji. Faji thot, bëra diçka të gabuar, kurse turpi thot, unë jam i gabuar. Është ajo frika e thellë rrënjësore se nëse njerëzit do ta shihnin veten tonë të vërtet, do të na refuzonin. Pra, është frika se nuk jemi të denjë për t'u lidhur me të tjerët, që është një nga nevojat tona më themelore si qenie njerëzore. Një tjetër mënyrë fantastike për ta kuptuar këtë vjen nga psikanalisti D.W. Winnicott, me idenë e tij për dy unet. Nga njëra anë, kemi unin e vërtet. Ky është personi që jemi kur ndihemi të sigurt, të lirshëm, spontan, autentik, që i shpreh nevojat e veta. Por kur nevojat tona nuk plotësohen, ose kur na bëhet e qartë se ato janë të papranueshme, atëherë ne fillojmë të zhvillojmë një unë të rem. Ky unë i rem është thjesht një maskë mbrojtëse. Ai është gjithmonë dakord, përpiqet të përshtatet dhe i fshet dëshirat tona të vërteta, gjithçka për të na mbrojtur nga refuzimi. Dhe kjo na tregon koston e vërtet, koston e brendshme të kësaj maske. Nga jashtë,
Një person mund të duket se i ka të gjitha, suksesin, familjen, shtëpinë, gjithçka. Por nëse jeta jetohet kryesisht përmes këtij uni të rem, atëherë brenda mund të ketë një ndjenje të vazhdueshme zbrastie. Një ndjesi sikur je duke luajtur një rol në një shfaqje në vend që të jetosh jetën tënde të vërtetë. Mirë, pra, tani e dim se çfarë është shtypja emocionale dhe pse e bëjmë. E dim gjithashtu se të jetosh pas një maske ka një kosto të jashtëzakonshme. Atëherë, pyetja e vërtet bëhet, si fillojmë ta heqim atë maskë? Cila është rruga për të rilidhur me veten tonë të vërtetë? Dhe ky citat tjetër nga Brené Brown është absolutisht një piktese. Ky është kompromisi tragjik i shtypjes emocionale. Ne mendojmë se mund të zgjedhim çfarë të mpim. Mendojmë se mund të mpim vetëm dhimbjen, vetëm frikën, vetëm turpin. Por thjesht nuk funksionon kështu. Kur ne ndërtojmë mure për të mbajtur jashtë ndjenjat e vështira, po të njëjtat mure ne izolojnë edhe nga ato të mirat. Kjo tabel këtu e bën këtë kompromis të pamohueshëm. Kur përpiqemi të mpijem cenusshmërinë dhe frikën, çfarë humbasim? Gëzimin dhe kreativitetin. Kur mpijem hidhërimin dhe zhgënjimin, ne humbasim aftësinë për të ndjerë vërtet mirënjohje dhe lumturi. Dhe kur fshehim turpin dhe ndjenjen e pamjaftueshmërisë, ne bllokojmë rrugën drejt përkatësisë dhe dashurisë së vërtetë. Është një cikël vërtet i rrezikshëm. Atëherë, si e thyejmë këtë cikël? Një koncept kyç këtu është katarsisi. Fjala vjen nga greqishtja e lashtë, domethënë pastrim, purifikim. Në psikologji, i referohet pikërisht shkarkimit të atyre emocioneve që kanë mbetur të bllokuara. Pra, ka të bëjë me t'i lejuar ato ndjenja të shtypura të dalin më në fund në sipërfaqe dhe të çlirohen, shpesh duke i ripërjetuar në një mjedis të sigurt dhe të kontrolluar. Dhe ka shumë mënyra praktike për ta filluar këtë proces. E para ka të bëjë me rilidhjen e mendjes me trupin. Kemi praktika të ndërgjegjësimit, si meditimi ose skanimet e trupit, të cilat na mësojnë të ndalemi dhe, më në fund, të dëgjojmë se çfarë po thotë trupi. Pastaj kemi lëvizjen, si yoga ose tai chi, që ndihmon fizikisht për të çliruar atë tensionin e vjetër, pikërisht aty ku emocionet janë bllokuar. Përveç kësaj, kemi praktika që fokusohen tek shprehja. Artet, si të shkruarit në ditar apo piktura, mund të na ndihmojnë të nxjerrim jashtë ndjenja për të cilat ndoshta nuk gjejmë dot fjalë, dhe kemi edhe terapitë somatike, që në thelb do të thotë terapi me në qendër trupin. Këto punojnë drejt për drejt me ndjesitë fizike në trup, duke i përdorur ato si një portë hyrëse për të përpunuar emocionet e bllokuara. Pra, cili është destinacioni i gjithë kësaj pune? Duhet jemi të qartë. Nuk është të arrijmë një jetë perfekte pa dhimbje. Jo, siç e sugjeron edhe titulli, destinacioni është të arrish në një vend ku e pranon veten, ku beson tek fuqia e të qenit i mjaftueshëm, tamam ashtu siç je. Brené Brown zbuloi se njerëzit që jetojnë me atë që ajo e quan zemër të plot, pra me një ndjenje të fortë vlerësie, kanë disa gjëra kyçe të përbashkëta. Ata kanë guximin për të qenë të papërsosur, ata kanë dëmshuri dhe e nisin atë me veten, ata krijojnë lidhje të vërteta duke qenë autentik dhe ndoshta më e rëndësishmja, ata e përqafojnë cenueshmërinë. Dhe kjo na sjell tek një ripërkufizim total i cenueshmërisë. Nuk është dobësi. As pak. Siç thot edhe ky citat i mrekullueshëm, është provë se jemi gjallë, është guximi për të dashur pa pasur asnjë garanci, është aftësia për të ndjerë thellësisht edhe kur na tremb. Pra, të ndihesh i cenueshëm. Kjo do thotë ti jesh njeri. Dhe kjo ide nuk është as pak e re. Ajo jehon përgjatë shekujve. Pothuajse çdo traditë e madhe shpirtërore apo filozofike e vendos njohjen e vetvetes në qendër të një jete kuptimplot. Siç thon tekstet e shenjta dhe filozofitë e lashta, për të kuptuar vërtet botën tonë dhe qëllimin tonë, së pari duhet kemi guximin të njohim veten. Për të kuptuar botën e jashtme, duhet së pari të kemi kurajon të eksplorojmë botën tonë të brendshme. Dhe kështu e mbyllim këtë analizë me këtë pyetje të fundit, një pyetje për reflektim. Vetëm për një moment. Imagjinoni sikur ta hiqnit mënjan gjithë atë luftë për të provuar vlerën tuaj. Hiqeni frikën se nuk jeni mjaftueshëm të zgjuar, mjaftueshëm të suksesshëm, mjaftueshëm të mirë. Thjesht hiqeni. Çfarë do të ndryshonte? Çfarë rreziqesh do të merrnit përsipër? Si do t'i trajtoni të tjerët? Dhe më e rëndësishmja, veten. Çfarë do të bënit nëse do të niseshit nga bindja se tashmë jeni mjaftueshëm? Faleminderit.